Ne ndërruar të gjykus se kemi disa prova unë për të dëmturin Alban Rashiti, po ashtu edhe vetë i dëmtuari Slirin, janë kryesisht raporte mjekësore. Ești mă subvățut la dreptăților mangalai. Njerëz të më shkruan para. Pa problem, veç mangalai për konservare. Ashtu është kemi disa raporte mjekësore, po ashtu edhe fotografi të plagëve që ka pësuar ditën kritike pra nga sulmi terrorist Alban Rashiti, e që këto plagë pa ka pësuar njëkohësisht kur tani heroi i Kosovës Afrim Bunjaku pësoj plagë vekjepruse, të cilat janë shkaktuar drejt për drejt nga grupi terrorist, pjesët të cilit ishin edhe 3 të akuzuarit që janë këtu në sallë. Vetëm me 2-3 fjali nëse ka mundësi. Mbrojtësi të akuzuarit Blagoje Spasojević gdje na dërzoj si provë dhe një certifikat, një diplom për të akuzuarin Blagoje Spasojević nën pretendimin dhe arsyetimin se ajo është teknik mjekësie, por ne kemi prova të mjaftueshme që ka siguruar prokuria se Blagoje Spasojević në Banjska nuk arrestua në mantelin e teknikut, në mantelin e barë të teknikut, por u arrestua në uniformën e gjelbër të shtarake, i pajisur me armë automatike, e në gjyksorën e tij që mbante në gjaks, kishte edhe 4 karikaturë. Pra, Blagoje Spasojević dhe të akuzuarit tjerë nuk ishin ata që shëronin plagë, por ata që shkaktonin këto plagë që janë në kamping. Ata dashme të ndërprej, jam të rejtë drejtë Vlera dhe avokatit Ljubomer, u shalu të jemi në çështje të pjesës së administrimit provave, se dërsa se duhet më refuzu nga tregon, por ndryshe mos ndryshojmë në argumente të fjalës përfundimtare. Lutem shumë. Kjo është ajo që dëshëm të thonë, ne do të dorëzojmë gjykatës fotografit në sbashku me një pjesë raporte mjekësore, sepse ka shumë, vetëm fjallia fundin në përmbyll. Po patjetër. Alban Rashiti, nga plagët që ka pësuar, akoma është në trajtim mjekësor dhe në pushim mjekësor, duke mos pasur mundësi që ta vazhdoj punën e tij, gjykata në leson për të me ngjyrje në dokumentat janë kopje për shkak se ignoritën për mjekin. Pas dëgjimit folme për propozimin e prova materiale dhe kundërshtimet të theksuara. Trupi gjykus merr atë vendet. Administrohen provat e propozuara nga prokuroria speciale të paraqitura në seancën e djeshme. Sa i përket lidhshmërisë së ngritur nga mbrojtja lidhur me ekzaminimin e telefonëve, trupi gjykus
ka vlerësuar se të njëjtat janë të lehtëshme, bazuar në vendimin e cekurdhje në seancë të gjykatës apelit, e që nuk kuptohet që kjo gjykatë zbaton vendimet në aspektin e ligjshmërisë nga gjykatat më të larta. Në 2, administrohen të gjitha provat e propozuara nga avokati Ljubimer të prezentuar në seancën e ndjeshme. Aprovohet propozimi i avokatës Jelena që në cilësi të provës materiale të administrohet deklarata e dëshmitarit të aprovuar nga ky gjykatë, e që nuk ka mundur për shkaqe shëndetësore të jetë në seancë. Kjo për faktin se vetë mbrojtja ka vlerësuar që këtë deklaratë e dhëneti në polici është të mjaftueshme për nevojat dhe pretendimet e mbrojtjes. Obligohet prokuroria speciale që në afat për 5 ditësh t'ja siguroj gjykatës këtë deklaratë, e cila do t'i përcjellet edhe mbrojtjes, dhe do t'i jetë pjesë e shkretave të lëndës, respektivisht provë e administruar në këtë shqyrtin njësor. Në seancën e ndjeshme, mbrojtësit e të akuzuarve, në veçanti avokati lidhur dhe avokatja Jelena, kanë ngritur çështje që të njëjtit nuk janë të pajisur me të gjitha shkrecat e lëndës. Pikëre. Trupi shkues ndan qëndrimin që avokatët kanë specifikuar sipas obligimeve ligjore të dispozitave të KPBRK-s që janë pajisur me të gjitha shkresat e lëndës. Me që rast, edhe procedura gjyqësore ka vazhduar deri në këtë stadë procedurës. Megjithatë, përkundër këtij fakti dhe me qëllim të mbrojtjes efektive të gjitha palëve procedurë në këtë rast të akuzuarve, trupi gjykues obligon mbrojtësit të akuzuarve që mos u largu deri me datën 30 mars të evidentojnë dhe t'i përcjellin prokurorin special dhe në të njëjtën kohë ta njoftojnë edhe gjykatën se cilat janë provat që të njëjtën vlerësojnë që ju mungojnë në mënyrë që të njëjtit të jenë gatshëm këto prova t'i trajtojnë në fjalën përfundimtare, por edhe po që se kanë çështje tjera procedurale që nga ato mund t'i ngrisin.
gjykata të heqë vëmendjen që provat shtesë që mund të kërkohen duhet të jenë të ndëlidhura vetëm me objektin atë akuzës që është objekt i këtij shqyrtimi gjyqësor dhe vetëm me të pandehurit prezant. Por jo për pjesën e ndarë të atë akuzës që ka të bëjë me të akuzuar të tjerë dhe veprat të tjera penale, pasi këto nuk janë objekti i këtij shqyrtimi gjyqësor dhe rrjedhimisht nuk mund të ipen palëve të cilat nuk janë pjesë e kësaj procedure. Pas afatit të mbrojtja të proces të propozime, obligohet prokurori special që në afat për 3 ditësh të jep fillimisht shëndrimin e tij mbi propozimet e mbrojtjes që a kanë të bëjnë këto propozime të reja lidhur me objektin e këtij shqyrtimi gjyqësor dhe këta të pandehur, dhe pastaj gjykata do të obligoj prokurorin speciale se po që se ka prova që lidhen me këta pandehur dhe po që se nuk janë dorëzuar, ti dorëzohen dhe të jenë në dispozicion të mbrojtjes me qëllim që mbrojtja e tyre të jetë efektive dhe patëmjiste. Po ashtu, avokata Jovana ka kërkuar dje nga gjykata që t'i mundësohet që në qendrën e paravotimit të ketë mundësi t'i shëshoj disa nga provat materiale me të mbrojtjen e saj. Dhe kjo gjykatë ndërmarr gjitha veprimet në konsultim edhe me qendrën e paravotimit në mënyrë që t'ju mundësohet një çështje tjetër.